Departamenti i Shkencave Sociale pranë Universitetit Fanoli ka organizuar veprimtarinë Studentët flasin, sfida dhe suksese. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të 55 vjetorit të universitetit, duke nxjerrë në pah historitë e disa profesionistëve që kanë dalë nga ky departament, si dhe duke përcjell videomesazhet e shumë të tjerëve. Jemi aktivizuar, si thuash, në këtë veprimtari që ka organizuar universiteti. Pra, si thuash, janë mbledhur ato historitë e suksesit, ku në qendër vendosen studentët, dhe tema ka të bëjë kryesisht me sukseset që ata kanë patur, me historikun e tyre të aktiviteteve, pikërisht nisur nga studimet dhe nga niveli i tyre si pjesë e universitetit. Ju vetë keni përfunduar këtu studimet. Si ka qenë eksperjenca juaj? Kam mbaruar studime dhe sa mirë që unë përfundova filozofinë këtu, filozofinë sociologjinë, dhe më pas masterin shkencor filozofi sociale, një eksperiencë e shkëlqyer, shumë fitimprurse në lidhje me nivele të ndryshme të arritjeve qoftë personale, qoftë profesionale. Kështu që ky është dhe mesazhi jonë sot, për të ftuar sa më shumë të rinj dhe studentë që të bëjnë pjesë e universitetit, sepse ashtu siç ja kemi dalë ne dhe kolegët e mi, ashtu mund t'ja dalin të gjithë. Të ftuar kanë qenë nxënës të Shkollës Profesionale Shërbime, si dhe nxënës të Gjimnazit Fajkonica, të cilët u ftuan t'i bashkohen Universitetit Fanoli për të vijuar më tej studimet e tyre akademike.